Në lingë dhe models e famshme kosovare. Një ngjarje e papritur ka shpërthyer në mediat sociale ku Gjest është përfshirë në një skandal që ka tronditur fansat dhe ndjekësit e tij. Një video nga një partej në Kosovë ka filluar të çakullojë, ku Gjest shfaqet duke u puthur me modelse famshme kosovare Arbenita. Kjo video ka tërhekur vëmendjen e të gjithëve dhe ka shkaktuar reagjime të shumta. Përballë kësaj situate, Gjest ka reaguar duke e mohuar ngjarjen dhe duke thënë se fillimet janë fake dhe të krijuara nga inteligjenca artificiale. Sipas tij, kjo është një manipulim dhe një tentativë për të dëmtuar imazhin e tij. Ai ka theksuar se asnjëherë nuk ka ndodhur diçka e tillë dhe ka kërkuar që fansat të mos e besojnë lajmin e shpërndar. Në anën tjetër, Arbenita ka mbetur e heshtur për këtë situatë, duke shmangur çdo koment publik mbi videon dhe ngjarjen. Fansat dhe ndjekësit e saj kanë spekuluar shumë duke kërkuar një përgjigje nga modelja, por deri tani ajo ka preferuar të mos përfshihet në këtë debat. Heshtja e saj ka shtuar edhe më shumë misterin rreth këtij gjesti. Për ata që janë të njohur me jetën e showbizit kosovar, ngjarja ka marrë vëmendje të madhe, sidomos për shkak të lidhjeve të mundshme dhe reputacionit të këtyre dy figurave të njohura. Arbenita, e njohur për bukurinë dhe karrierën e saj të suksesshme, ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes, ndërsa Gjesti, gjithashtu i njohur për jetën e tij private dhe angazhimet publike, ka bërë që çdo ngjarje që e përfshin tërheq vëmendjen e publikut. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni të bëni like dhe subscribe.